Autoritetet franceze kanë në dorë të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vendosur mbi ekstradimin ose jo të biznesmenit Ermal Beqiraj. Ministria e Drejtësisë ka përcjell pranë organeve ligjzbatuese franceze kërkesën për ekstradimin e Beqirajt, duke bashkangjitur edhe vendimin e GKK për caktimin e masës së sigurisë arrest në burg ndaj tij. Pak ditë më parë Beqiraj ka dalë përpara gjykatës amiense, por nuk ka informacione referuar edhe avokatëve të tij shqiptar se çfarë qëndrimi ka mbajtur. Atje biznesmeni mbrohet nga një studio ligjore e huaj. Beqiraj u arrestua më 24 korrik nga autoritetet franceze pasi u kap duke fluturuar me avion privat mbi një central bërthamor. 2 ditë më parë SPA kërkoi sekuestrimin e disa pasurive të biznesmenit të ndodhura në Francë që burojnë nga aktiviteti i tij kriminal. Konkretisht llogari bankare me një vlerë totale prej mbi 2 milion euro, 2 apartamente, një kështjell në departamentin e Ujisë rreth 2.6 milion euro, mjete motorike dhe të tjera. Ermal Beqiraj kërkoi nga SPA lidhur me abuzimet me tenderat e akshit, ndërsa ndaj tij janë ngritur akuzat, konkurrenca e palishme ndërmjet dhunës, heqja e palishme e lirisë, shkelja e barazisë në tendera e kryer në formë të veçantë të bashkëpunimit atë të grupit të strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal, kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi strukturuar kriminal, si dhe pasrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale dhe korrupsion aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike.